Lug në Big Brother Vip Albania. Si pas lajërtit, kush thot Allahu Ekber, koka terrorist. Njerës që prejnë koka dhe më thonë. Dinamika ca po vine poshtohen në formatin e Big Brother. Tashmë, Bigu na ka vërtetu që në javët e fundit edhe raportet më të mira mes banorëve fillojnë me u kris. S'ka miqësi as respekt për njëri tjetrin më. Ka ardhur fundi edhe secili mundohet me dalë qysh është mas mirë prime, për me siguru një vend në finale. Me sa diun, temat politike, temat fetare janë të ndalueshme rreptësisht nga vetë formula e Bigut, ama në Big Brother të Shqipërisë nuk vet kush për këtë temë. E për me avërtetu këta që e thash tash, është rasti konkret ku një përplasje tepër e fortë ka ndodhur mes Gjestit dhe Lajërtit. Ky i fundit ka bërë një deklaratë provokuese duke përfshirë në këtë mes edhe fenë islame. Teksa përmendej një përplasje e mëparshme me Jozin dhe varsën e tij me simbolin e kryqit, aktori pretendon se Gjesti kishte thënë Allahu Ekber. Gjesti reagoi menjëherë duke thënë se kjo është një shprehje që ai e përdor shpesh si formë admirimi. Po eskalimi ndodhi pak sekonda më vonë, kur Lajërti u shpreh kështu tekstualisht. Pse the Allahu Ekber? E di kush thot Allahu Ekber? Ata që presin koka. Qa jeti, terroristi? Për çfarë ke ardhur këtu? Ju drejtu Lajërti me tone të larta. Allahu Ekber thon ata që presin koka, duke bërë një lidhje të drejtë për drejtë mes thirrjes së shenjtë islame dhe akteve terroriste, një krahasim i cilësuar si i papranueshëm dhe fyes për komunitetin musliman. Deklarata ka trënditur opinionin publik dhe ka marrë reagime të shumta në rrjetet sociale. Një ndër të parët që ka reaguar ka qenë Hoxha Ahmed Kalaja, i cili përmes një postimi publik ka dënuar ashpër fjalët e aktorit dhe ka kërkuar që ndaj të merren masa. Islamofobia e pastërt në ditën me diell. Ky e lidh Allahu Ekber, Zoti është më i madhi me terrorizmin. Shpresojmë që Komisioni kundër diskriminimit të ndërmarr masa. Shpresojmë të merren masa. Institucioni ynë të marrë masa dhe të reagoj. Nuk është i vetmi reagim nga ftyrat publike lidhur me këtë çështje, ku pa reaguar nuk ka mbet as këngëtari Ariana Gushi apo siç e njohim me novkën artistike Golden G, ku përmes një postimi në Facebookun e tij zyrtar ka shkruar Allahu Ekber. Kështu duke lënë të nënkuptohet që është kundër kësaj situate e cila ndodhi në mes Gjestit dhe Lajërtit. Krejt që na mbetet si shikues është që ta presim prajmin dhe të shohim se a do të ketë penalitet për sjelljen e Lajërtit. Por nëse produksioni nuk merr masa, Lajërti është në televotim me Eglin për finalistin e dytë. Të shohim se çfarë po ndodh në këtë nominim dhe në bazë të këtij televotimi do e kuptojmë a jemi të fortë si publik vetëm në tastier apo dim me ndëshku edhe me vota për mos me qenë finalist Lajërti me këtë deklaratë që e ka bërë.